Më thuaj pak, unë do të them njëjësit dhe ti do më thuash shumësit. Okej? Byreku është ushqim. Byreku janë ushqime. Të lumt. Topi është lodër. Topa janë lodra. Molla është frut. Molla janë fruta. Të lumt. Veshi është pjesë e trupit. Veshët janë pjesë e trupit. Të lumt. Byreku është ushqim. Byrekët janë ushqime. O, sa bukur përgjigje. Të lumt. Çfarë është? Unda. Të lumt. Çfarë është? Veshi. Bravo. Çfarë është? Baki. Të lumt. Çfarë janë to? Këmbët. Bravo. To çfarë janë? Syrët. Sy. Syt. Bravo. Kjo çfarë është? Unda. Goja. Bravo. Këto? Buzë. Buzët. Bravo. Do filloj? Po. Bravo. Shiko. Unë do bëj emocionin dhe ti do më përgjigje se çfarë emocioni është. Okej, shoku? Si po ndihem unë? I habitur. E habitur. Bravo. Si po ndihem unë? I natosur. E inatosur. Si po ndihem unë? Si po ndihem? E sëmur, bravo, si po ndihem? Është i përgjumur. E përgjumur, bravo, si po ndihem? Ore! E gë? I këzuar. E gëzuar, bravo, të lumt, si po ndihem unë? E mërzitur, bravo, shoku, të lumt. Bravo, sa bukur po i mbanduar, të lumt, shiko. Masha për ty. Shika. Lapsi. Luga. Makina. Më jep luga. Bravo, Tri, të lumt, shika. Një lule për ty, të lumt. Më jep lapsi. Bravo, të lumt. Më jep luga. Të lumt, Tri, qiko, ti fitove dhe një lule tjetër. Bravo, i majtuar bukur. I më gati. Bëj kështu. Të lumt. Bëj kështu. Bravo. Bëj kështu. Bravo, Viri. Bëj kështu. Të lumt. Bëj kështu. Bëj kështu. Bëj kështu. Bravo, Dri. Jemi gati? Gati. Të lumt. Çfarë po bëjmë? Ti po bën bravo. Të lumt. Çfarë bëra? Bravo. Bravo, të lumt. Bëj ti bravo? Çfarë po bën ti? Po bëj bravo. Të lumt. Çfarë bëre? Bëra? Bëra bravo. Të lumt. Çfarë po bëj unë? Ti po plas këmbët. Të lumt. Çfarë bëre? Po plasën këmbët. Bravo, të lumt. Po plasi këmbët ti? Çfarë po bën ti? Po plas këmbët. Bravo, çfarë bëre? Po plasën këmbët. O, sa bukur përgjigje. Jemi gati? Të lumt. Shiko, unë do të them 3 situata dhe ti të më zgjedhësh nga situata më e rëndësishme deri tek ajo më pak e rëndësishme për ty. Okej? Situata e parë është që në shtëpi nuk ka bukë dhe babi të thotë shko të blesh një bukë. Situata e dytë është që ti shikon që në kuzhinë ka nisur tenxherja të marrë flak. Dhe situata e tretë është të thrasin shokut për të luajtur. Ti cilën do zgjidhje të parë? Cila mendon që është më e rëndësishme? Çfarë do bëje ti në fillim? Hajde mame se
Në digjet kuzhinë. Bravo, në fillim do shkojnë të thoje mamit, hajde mami se po digjet kuzhina. Hello. Pastaj? Babi do shkojë të blejë bukë. Bravo, pastaj babi do shkojë të blejë bukë dhe në fund çfarë do bëjë? Më në fund do të luaj me shok. Bravo, dhe në fund do shkojë të luajë me shok.